Megjithatë, ato janë fshi edhe ku ka pas interesa personale apo partijake, të cilat janë vëvu para interesit shtetit, se në këtë rast ato të hiqen vijat e kuqe, atë do ta shohim në ditët në vijim, por gjithsesi situata është ardhur në atë pikë që një konsenzus, një parafrim i mendimeve të jetë në dispozicion të shtetit të Republikës së Kosovës nga partitë politike. Megjithatë, dallimet mëdha partijake mund të ishin ato të orientimit të majt apo të djathtë, ku ne në Kosovë definitivisht nuk i kemi akoma të portretizuar apo të sakt ta dim se kush parti është e djathtë dhe kush është e majt. Pa më parasysh se si ato deklarohen, në të vërtetë apo në akte, ato nuk përfaqësojnë ideologjinë e djathtë se siç e prezantojnë, apo të majtë se siç e prezantojnë. Dhe njëkohësisht populli nuk është kërkues i gjërave elementare që këto dy ideologji prezantojnë. Për shembull, ajo që ne mirremi nga ajo tradicionale konservative që prezanton pro jetës, kundër abortit, kundër gjërave elementare të cilat janë fundamentale për me kriju një zhvillim jetësor brenda një shteti, të ne këto as nuk bëhen në debat, që ne nga të cilat pika shumë të thjeshta, nga të cilat mund të konkludonim se apo mund ta identifikonim se cila parti, çfarë ideologjie ndjek, pa më parasysh se çka ajo vet identifikohet. Gjithsesi do kisha thënë se e djathta do të jetë në rritje sipër nga këto që unë paraqita, duke pas parasysh se USAID ka ndaluar përqindjen më të madhe të ndihmave të cilat prezantonte për shtetin e Kosovës në këtë rast, janë ato të cilat janë ndaluar që shumica atyre do të thotë inspironin ideologjinë e majt. Më thonë lëvizjen e majt. Tani ato janë ndaluar dhe ditë pas dite ne do ta vërejmë ndryshimin social brenda vendit tonë dhe shtresave të shoqërisë si ato do të portretizohen pas ndalimit të këtyre mjeteve. Ka shansi që mund të përsëritet rasti i zgjedhjes së Atifet Jagës, pra mund kemi nga ndërkombëtarët një kryeministër që dal nga zarfi? Atifet Jaga ishte prezantuar për president, për rolin e presidentit. Por në këtë rast për kryeministrin në rast krize, pra nëse nuk gjendet një gjuhë e përbashkët, mund kemi një ndërhyrje. Atë jem të thonë me gjasa që mos të jetë ajo praktik e cila është kritikuar pastaj që është bërë dhe njëkohësisht është një interferencë jashtme që konsiderohet interferenca jashtme dhe nuk mirë kuptohet normalisht, por me gjitha gjosat nga amerikanët, nga administrata tanishme ata janë prononcuar se nuk janë shumë të interesuar të ndërhyjnë brenda hierarkisë së shteteve të tjera, apo të përzihen punët e tjerëve, por ata gjithmonë prezantohen se çka mendojnë për një parti politike apo një person, pa u përzi. Kështu duke